Fikreti, për të gjithë dashurisë së tij për Zulihan, është shumë i drejtë, ndaj dhe me vendosmëri shkon në soi pranë për t'i folur për mendimet që ka për Hakanin. Fikreti numëron gjithë të këqija që Zuleha pandeh dhe aludon se i ka bërë Hakani, dhe pas gjithë atij numërimi, pyet se përse një person kaq i keq do shpëtonte jetën e dy armiqve në mesin e një lufte. Përtej të gjithë argumentimeve të Fikretit, Zuleha është e bindur në të sajën dhe nuk e kthen mendjen për asgjë në botë. Teksa të dy bisedojnë për Hakanin, në versione të ndryshme, Hakani veç shkon pranderës së shtëpisë së Zulehas. Rojet e sigurimit kanë marrë urdhër të prerë që të mos lejohet të futet brenda, dhe këtë ja sqarojnë më së miri, por Hakani nuk pranon një refuzim si përgjigje. Dhunshëm, ai shpërthen derën me makinë dhe futet brenda, duke i dalë përpara Zulehas, teksa shikon drejtë në sy. E ndjerë si mos më keq për mashtrimin që është bërë, Zuleha shikon gjithashtu në sy, por me shumë urrejtje dhe neveri. Ajo i përmend shumë të këqija dhe aludon se edhe mashtrimi që i ka bërë asaj ka qenë pjesë e hakmarrjes që Hakani kishte planifikuar ndaj Demirit. Hakani me kokën lart pranon se në Çukurov ka ardhur me misionin për të hakmarrë ndaj Demirit, për të cilin thot bindshëm se nuk e ka vrarë ai. Gjithashtu, shton e thot se nuk ka qenë fare pjesë e planit që të binte në dashuri dhe se kjo i ka dalë jashtë kontrollit. Përtej të gjithë deklaratave të dashurisë, betimeve dhe premtimeve që Hakani bën, Zuleha sërish mbetet e pabindur dhe e palëkundur në ato që ajo beson. I ndjerë së është zënë ngushtë kësaj radhe dhe po e humbet me të vërtet Zulehan, Hakani nxiton për në Ankara. Ai del para tutorës së tij për t'i kërkuar të gjitha letrat që vërtetojnë misionin e tij shtetëror, por ajo refuzon t'ia japë. Sado që Hakani thotë se i ka jetike dhe i përgjërohet që t'ia dorëzojë, ajo qëndron e të sajën, duke theksuar se nuk mund të rrezikojë të gjithë planet operative të shtetit, vetëm për hir të dashurisë së tij. Paralelisht, është një tjetër dashuri që në pamje është më së e pamundur. Ajo e Abdulkadirit me Betylin. Abdulkadiri del përpara Betylit, duke detyruar që ta dëgjojë gjithë rrëfimin e tij për dashurinë e madhe që ndjen. E lumtur, por edhe e friksuar, Betyli e dëgjon, ndërkohë që insiston se nuk duhet ta vazhdojnë lidhjen e tyre për sa kohë që është me Hashmetin, sepse ai mund të hakmerret shumë rënd. Abdulkadiri nuk pranon asnjë përgjigje refuzuese, ndaj dhe e bind që ajo të sajojë një justifikim për të larguar nga Çukurova që të mund të drekojnë së bashku. Betyli e gjen dhe largohet me të. Në drekim, ato fillimisht do të flasin për dashurinë e madhe që ndjejnë për njëri tjetrin, dhe secili prej tyre pranon që nuk e kishte imagjinuar veten ndonjëherë në atë pozitë. Më pas, flasin për fëmijëri që kanë kaluar dhe së fundmi për Hashmetin. Abdulkadiri shpreh një xhelozi shumë të madhe ndaj Betylit, duke theksuar se nuk e sheh dot pranë askujt tjetër dhe do donte që ajo menjëherë të jepte fund lidhjes me të. E friksuar nga Hashmeti, Betyli i përgjërohet Abdulkadirit për pak tolerancë dhe durim, teksa premton se shumë shpejt do i vijë fundi lidhjes me Hashmetin në mënyrën më të mirë të mundshme. Ndërkohë, miku i Abdulkadirit dhe armikja e Betylit takohen sërish. Kësaj radhe, është Zuleha ajo që kërkon të takohet me Hakanin. Hapërzi, ajo i kërkon që t'ia rishesë asaj aksionet në kompani, teksa i bën të qartë se nuk do të ketë më me të në asnjë aspekt. Sado që Zuleha kërcënon edhe me gjyq se mund ta padis për identitetin fals me të cilin ka blerë aksionet, Hakani sërish nuk tërhiqet, por i qëndron vendimit të tij.